Ju përshëndes të gjithëve. Përshëndes sepse këtu jam përpara gjykatës kushtetuese dhe do vi vazhdimisht. Her pas here do kem mundësinë apo s'do kem mundësinë, ka pak rëndësi, po unë me gjitha mundësitë do përpiqem që të jem këtu her pas here para gjykatës kushtetuese për arsyeën e thjeshtë sepse për pak ditë, për 3 muaj, dhe këto janë 3 muaj edhe sikur pa bukë të melini, siç sepse e keni hequr atë mundësinë, më keni hequr ndihmën për krahjen, për këtë punë, megjithëse jemi në ditë të vështira dhe kemi me të vërtetë vendim të madh për të pritur nga kjo derë, nga kjo gjykatë kushtetuese, ju na keni hequr ndihmën, është e drejta juaj, e dini vetë ju atë punë. Megjithatë, unë nuk e kam ndërmend ta le, sepse s'kam arsye ta le. Si do e le unë atë, kur e çova deri në gjykatën kushtetuese. Një djalë bariu, si puna ime, dhe Bareshe, djali i Bajramit dhe i Temes, solli në gjykatën kushtetuese atë vendim që një shteti i tërë 3 milionë shqiptarë nuk e sollin. Njëra. Ana tjetër është ajo që Belerin unë e mora përpara atje, ku gjithë Shqipërinë e mori në përkëmbë dhe mora përpara me kozë dhe vëllezë. Kjo është e prerë. Këtu jemi përballë Alfred Belerit si epicendra e masakrës e Peshkëpisë. Dhe këtu nuk toleroj asnjë njeriu, kam thënë dhe njerëzve të familjes, se ka njerëz të familjes së dëshmorëve që thonë ja po Fredi Beleri nuk është i rëndësishëm, është me ka të tjerë, jo, Fredi Beleri që pse ka që megjithse ka bërë të 99.000 të zezat kundër Shqipërisë, e ka sharë, e ka tallur, ka djegu flamurin, e ka shkelur me këmbë, s'ka bërë asnjë ditë burg, ka bërë masakrën e Peshkëpisë, sot është në majën e piramides politike evropiane botërore. Kështu që me Fredi Belerin do merrem unë, nuk merret dot Edi Rama, që duke na penguar, dhe ju shpjegoj pak më poshtë. Edi Ramës, po ti thot Fredi Beleri ma jep gruan tënde sonte lindën, ja çon Fredi Belerit natën vetëm thot na sill nesër që ta të regjistrohet e imja. Kaq, kjo është Rama, sepse e di. Pse e them këtë? Sepse këtu kam parasysh një. Kur shikoj që asnjë kanal, asnjë televizion nuk merret me Fredi Belerin dhe me masakrën e Peshkëpisë me datën 10 prill, kur bëheshin 32 vjet nga dita kur ka ndodhur masakra e Peshkëpisë, kjo është e tmerrshme. Prandaj, është Edi Rama brenda, se po të thoshte ai Edi Rama bëj në një emision ose diçka, do ishte bërë diçka. Mirë po, e dim se kush është pas asaj. Ana tjetër, asnjë gazetë në Shqipëri nuk shkruante në faqen e parë apo dikun tjetër për masakrën e Peshkëpisë, për vrasjen e Fatmir Shehut, oficerit në Peshkëpi në 10 prill 94 dhe të Arsen Gjinit. Asnjë fjalë, asnjë germ, asgjë. Është Edi Rama pas kësaj, prandaj them që Edi Rama, edhe gruan po ta kërkoj Fredi Belerit, ja çon lindën atje se s'ke grua familja asgjë, ja çon ti për pushtet. Kurse ne, sepse ti Fredi Belerin e ke luftuar për interes të bashkisë, jo të partisë, edhe të partisë, po jo të Shqipërisë. E ke luftuar për interes të bashkisë, të partisë dhe jo të Shqipërisë. Se e dim patriotizmin tënd dhe të tradhtarëve të tmerrshëm si Sali Berisha dhe Ilir Meta, që i kanë mbajtur në krah Fredi Belerin dhe ne kanë rënë në vendin kurriz, bashkë me ty. Ana tjetër është ministri i jashtëm që na vure mbi krye, kjo është përgjegjësia e këtij Edi Ramës, prapë se ai e ka vënë ministër të jashtëm, një rufjan politik si Ferit Hoxha, ta vesh ministër të jashtëm, kur vetë është i akuzuar për tradhti në kohën kur ka shitur detin në vitin 2009 dhe ka qenë funksionar shumë i lartë, kur negociator i Berishës në atë marrëveshje. Ai e ka bërë, ai është arkitekti i zi asaj pune. E kur vjen puna ta vesh atë sot ministër të jashtëm, në momentin kur ne çojmë vendimin për Belerin në gjykatën kushtetuese dhe për Peshkëpinë, kjo është e tmerrshme. Asnjë kanal nuk transmeton, asnjë gazetë nuk shkruan, edhe në fund të çon edhe ministër të jashtëm një rufjan si Ferit Hoxha, që vetë ka pasaport diplomatike dhe shëti gjithë botën, kurse i vllai në korrupsion me Ergis Agasin, sekretari në Edi Ramës, me Karçanajn dhe me Ermal Beqirin, ka vënë miliarda lekë, është duke u ndjekur Gëzim Hoxha i vllai i ministrit ton të jashtëm, që flet sot në diasporë, imagjino, se ku ka vajtur puna, bashkë me Ramën dhe me atë presidentit që aman, si është ai mumja, e kur vjen puna, shikojmë gjëra të tilla dhe në plas shpirti kur i shikojmë. Ferit Hoxha, i vllai i tij nuk lejohet të shkojë jashtë shtetit. I është bllokuar e drejta për dalje jashtë shtetit, nga spak, sepse ka bërë korrupsion, ka bërë tmerra të mëdha. Gëzim Hoxha, dhe kur vjen puna na vën Edi Rama, Ferit Hoxhën për të na bërë karshillek, si Beleri, si ai. Prandaj jo them këtë, se Edi Rama nuk është burr, apo të ishte burr, nuk ishte mbyllur brenda në datën 29 tetor të vitit 2024. Nuk ishte mbyllur brenda si miu.
ta linte Fredi Belerin të shqetësisnin për Tiranë, ndërsa i dole unë me vezë me kos përpara, një djalë Bariu dhe Bareshe, djali Beramit dhe i Temes, dhe i dole përpara e mora zvarën e për kamba, dhe sot nuk e lem të shkëtis, nuk del Fredi Beleri me të shkëtis me këmbë për Tiranë si dikur. Nuk e si Edi Rama, unë asë si të asat tjerit, që ishte mësuar të shte brilte në për Tiranë, Fredi Beleri. Ja të dalë të provoj, se si e pëson. Me keq nga herë në të parë, të ndaj dhe s'del. Janë të ndara gjera. Andaj u thashë dhe njëherë, Edi Rama dhe lindën ja jep Fredi Belerit për pushtet. Kurse unë e kam ndërmend të riktu dhe pa bukë, dhe pse ju e keni vendosur të mos me ndimoni, të mos ndikoni që të me ndimoj, që të kem mundësi të merre me këtë çështje, ta pasuroj pak sa dosjen, të hedhë dhe thatë sa të dhëna shtesë, para se ta çejmë në Strasburg. Nuk doni të ndimoni, s'kam që të bëj, kaq shqiptar jeni, kaq patriot jeni, prandaj ka bredhur Fredi Beleri, sepse ai është treguar tradhtar dhe ju jeni treguar pak shqiptar. Tregoni pak me shqiptar. Na ndimoni, mos na lini të vetëm në këto momente, se janë vetëm 90 ditë përpara, deri brenda 90 ditëve, nuk janë 90 fiks, se një muaj kaloi. Këto ditë janë të vështira dhe neve na duhet të ndjekim hap pas hapi, ta pasurojmë atë dosje, të dhënat e njëra në tjetrën. Kush është epiqendra e kësaj është Fredi Beleri, kemi thënë. Ja ku e keni? Ora. Ki ka një numër këtu dhe ky është numri i vendimit të gjykatës së lartë. Numri i vendimit që ka gjykatës së lartë që ka gjenë në fuqi vendimin e gjykatës për ta mbyllur dosjen për shtëpia. Ja, ky është. Ky është Fredi Beleri, ky është vendimi dhe ne jemi përballë këtij mafiozi, këtij përbindeshi që ka arritur të bëj ballë gjithë gjykatave në Shqipëri dhe tani do shkruhet ku duhet pjesëmarrësit në masakrën e Peshkëpisë janë ata që do i themi në fund, të akuzuarit. Të gjithë kanë qenë të qetë, me përjashtim Fredi Beleri. Fredi Beleri me gjithë këto ngarkesa të mëdha penale dhe kriminale, prapë ka arritur të shkruajë në majën e piramidës politike evropiane dhe botërore, duke na bërë kashillek edhe Komisioni Politika Evropiane, Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian dhe tjerë. Këto janë hesapet me vete. Por ka një pikë. Asnjë krim nuk është i përsosur. Pse e them këtë? Sepse këtu ka një pikë, dhe është pika 14. Do afrohem afër kamerës ta shikoni këtu pikën 14. Ja ku është. Pika 14 që shikoni këtu ka të regjistruar të gjithë numrat e automatikëve dhe të pistoletëve që kanë humbur në Peshkëpi me datën 10 prill 1994 kur është vrarë oficeri Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini. Janë numrat e serisë të gjitha armëve të vjedhura. 15 automatikë dhe 3 pistoleta. 2 pistoleta janë kapur në Greqi, atëherë kur janë kapur të Hanit Delvinaqit, me Jorgos Anastasiulis dhe me Fredi Belerin, grupi Mavi. 2 pistoleta janë kapur. Ato dhe 15 automatikë. Kur të shkoj në Strasburg, prandaj është ky lyshja netës është duke na penguar, sepse kur të shkoj në Strasburg, vendimi ka për të marrë krye prokuroria e Bashkimit Evropian dhe ka për të gjetur në Greqi në vendimet në hetimet e vitit 1995, 1996, edhe në prokurorinë e Janinës edhe atet e Athinës ka për të gjetur numrat e serisë të këtyre armëve që në shtetit këto s'ja ka dhënë. Prandaj janë alarmuar dhe këtu dhe atje, dhe këtu janë ata se kanë përperle me mua siç kanë bërë me të tjerë, kjo harrojnë atë punë. Do rritë kushin mbetulinave, do rri jashtë, do vuaj, do heq të zitë e ullirit. Me qenë se ju e keni vendosur të qëndroni ashtu siç keni qëndruar përpara, të mos ta ndihmonit, në hiqni ndimin, në hiqni përkrahen, aty do jemi të kushin mbetulinave deri në fund, derisa ti dalë tamam edhe peta e fundit që ti lakrori të ndyrë të poshtë të përgjakur. Kjo është arsyeja sepse jam duke ngulur. Kam përqendruar vazhdimisht këtu, kam për të thënë tur dhe jazek ju qoftë që s'na ndihmuat në këtë ditë kaq kritike. Për ta çuar Fredi Belerin atje ku duhet dhe dinjitetin e shqiptarit atje ku duhet. Jo, ta çojmë në fund, sepse e kemi nisur këtë punë, dhe po a them ndryshe, në mënyrë juridike dhe jo fizike. E kemi vrarë qenin dhe duhet ta hedhim në prua. Unë se kam ndërmend ta lej qenin juridikisht, se ai fizikisht jetoj sa të doj, po juridikisht qenin i kemi vrarë. Tani duhet ta hedhim në prua. Ju s'po ndihmoni që ta hedhë në prua. Unë juaj i tham këtë, tani në fund, para se sa të limitohet të marrojnë të shkojnë në limit koha, do përmendim emrat e atyre që janë të akuzuar në dosjen e Peshkëpisë. Shikojeni këtu, është edhe ky Beleri brenda. Jorgos Anastasiulis është një nga të akuzuarit, i kryesori, kryetari i Mavit, Apostolos Karvelis, Mario Kutula, Dionis Alfred Beleri, Bajrimen,
Thanas Guda, Harallan Papa, Andres Kukaveshi, Angelo Kukaveshi, Mihalaj Kukaveshi, Andon Kukaveshi, Martilian Lami, Theofan Papa, Kristaç Nasi, Vangel Vaso, Jorgo Roland Cristo, Jorgo Papa, Archile Makriu, Jorgo Perikli Makriu, Kosta Papa. Këta janë. Një ditë, kur të dalin atje numrat e serisë peshkepis të njëjta me numrat që janë kapur në Janin, dhe që janë gjykuar dhe në Janin dhe janë ndryshuar deklarimet në Athinë, atëherë do shikoni që të gjithë këta janë pjesë asaj maksakre së peshkepis, në një mënyrë ose një tjetër, ndërsa epicendra e të gjitha e këtë që më e madhe është Fredi Beleri. Do shikoni një njeri që ka shkuar nga Burgu, ju kam thënë dhe po përsëris, edhe sepse ju nuk doni të na ndihmoni, na keni lënë me një anë, s'ka gjë, do bëjmë si do bëjmë. Do shkoj nga Burgu, ka shkuar në Parlamentin Evropian dhe do zbres nga Parlamenti Evropian dhe do vinë në Burg. Doni s'doni Edi Rama.